Rozmarina, bima që përmirëson kujtesën dhe ankthin. Antioksiduesit dhe acidet e rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë dhe ngadalësojnë shfaqjen e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sipas ekspertëve italian, edhe mund ta shërojnë atë. Rozmarina është një bimë që përdoret në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si ilazh shtëpiak për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetitë unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthi. Kjo është arsyeja pse gjatë kohëve të lashta ajo është e mirë edhe për t'u vendosur në jastëk. Studimet kanë vërtetuar se rozmarina është e pasur me acide natyrale që luftojnë radikalet e lira që dëmtojnë trurin dhe kujtesën njëkohësisht. Ekzistojnë shumë studime të cilat tregojnë se rozmarina është efektive edhe shëruese, sidomos në përmirësimin e kujtesës. Sipas Dr. Mark Moss, rozmarina dhe ndikimi i saj në kujtesë është vërtet i mirë, duke u bazuar në studime dhe ullumtimet që lidhen me këtë çështje. Disa nga kompozimet e rozmarinës në mënyrë të suksesshme absorbohen përmes lëkurës, prandaj kjo bimë sugjerohet të përdoret përmes aromaterapisë.